Ndeshjet e ditës së martë kanë përcaktuar edhe 48 ekipet finaliste, të cilat do të jenë pjesë e kampionatit botror që do të zhvillohet në 3 shtete njëkohësisht: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada, duke nisur nga data 11 qershor. Pas Shqipërisë, e cila u eliminua në gjysmëfinale përballë Polonisë, duke humbur në shifrat 1-2, edhe Kosova nuk ja ka dalë në ndeshjen finale të regjistrojë emrin për herë të parë si finaliste në një eveniment të madh siç është dhe kampionati botror. Ekipi i Kosovës ka humbur përballë Turqisë në takimin e luajtur në Prishtinë të martën në mbrëmje në shifrat 0-1. Edhe pse ka qenë një skuadër ndoshta më mirë se Turqia gjatë 90 minutave të lojës, diferencën e ka bërë vetëm një gol i shënuar në pjesën e dytë nga ekipi turk, me këtë të fundit që rikthehet në kampionatin botror pas plot 24 vitesh. Kështu shqiptarët nuk do të kenë mundësinë të shohin asnjë ekip shqiptar siç është Shqipëria apo Kosova në kampionatin botror. Megjithatë, do të bëjnë tifo ndoshta për një nga kombëtarët e tjera europiane. Ndërkohë, përjashtimi tjetër më i madh mban emrin e Italisë, e cila për herë të tretë radhazi nuk ka arritur dot të kualifikohet në kampionatin botror. Ekipi i Italisë ka humbur përballë Bosnjë-Hercegovinës në ndeshjen e zhvilluar në Zenica, ndërsa janë dashur gjuetjet e penalltive për të përcaktuar edhe ekipin që do të kualifikohet më tej, teksa 90 minutat dhe 120 minutat janë mbyllur në shifrat e barabarta 1-1. Ekipi bosnjak ka qenë më i saktë se Italia, duke regjistruar emrin për herë të dytë në një kampionat botror. Kështu Italia mund të quhet edhe surpriza më e madhe këtyre ndeshjeve kualifikuese, duke u eliminuar për herë të tretë. Megjithatë, ajo që mblen për të theksuar është padyshim zhvillimi i kualifikuesave mjaft pozitive si nga Shqipëria ashtu edhe nga Kosova, me të dyja ekipet të cilat i shkuan shumë pranë ëndrrës për të shkuar për herë të parë në kampionatin botror. Teksa Shqipëria u eliminua në gjysmëfinale përballë Polonisë, Kosova ka qenë shumë më pranë, ndërsa në ndeshjen finale nuk ka mundur dot të kalojë pengesën Turqi.